kur telefoni ra në shtëpinë tonë dhe na erdhi lajmi që në një aksident me motor vllau jon kishte ndruar jetë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me ju me historinë e radhës. Sonte do të ndajmë një rrëfim tepër të dhimbshëm. Një histori që mua më dukeshte pabesueshme se deri ku mund të agravojë njeriu për egot e tij apo për qefet e tij. Këtë rrëfim na ka shkruar një vajzë nga Korça, motra e një djalit të vdekur, ku nusja e vllaut të saj ka bërë tmerri në atë familje. Mirdita Tiranë. Po shkruaj këtë letër me shpirtin që më digjet dhe me zemrën që po më pëlqet. Nuk e di se nga t'ja filloj. Nuk e di a do gjej fjalën që duhet ta them për ta rrëfyer atë dhimbje që kam në shpirtin tim. Aty ku beson më së shumti, aty më së shumti të godasin dhe aty më së shumti të vrasin. U ritëm në një familje shumë të dashur korçare, unë edhe im vlla. Ishim të lidhur jashtëzakonisht shumë me njëri tjetrin, si çdo prind, edhe baba ynë sakrifikonte për lumturinë tonë, për kënaqësitë tona, që ne të na realizohej çdo gjë në jetë. Mendonim që jeta jonë do t'ishte ato buzëqeshjet kur ishim të vegjël, ato lumturit kur ishim të vegjël, por çuditërisht nuk ndodhi të ishte e tillë. Pasi mbaruam shkollën e mesme, vëllau i madh ishte 1 vit më i madh se unë, vendosi që të ikte me studime në Tiranë. Kur iku me studime në Tiranë, si çdo i ri, edhe im vlla, njohu një vajzë e cila u bë pjesë e pandashme e zemrës së tij. Mua nuk ma tha që në fillim këtë gjën, e mbajti të fshehur, por gradualisht filloi që të hapën zemrën me mua, duke më treguar se kishte gjetur njeriun e jetës. Si motër u lumturova jashtëzakonisht shumë. Kush është ajo motër që nuk ja do lumturinë vllaut të saj? E mbaj mend shumë mirë momentin e parë kur jemi takuar për kafe. Unë, ajo edhe vllau im. Më pëlqeu shumë. Ishte vajzë e jashtëzakonshme. Me origjinë vinte nga Përmeti, por jetonte në Tiranë. E vendosëm që ta bënim një festë të bukur ku do të kurorzonim 2 yjet të cilët po nisnin jetën. Babai admironte atë vajzë, e donte njëjtë sa më donte mua. Edhe mami po ashtu. Mundoheshin të bëjnë maksimumin që ajo të mos të ndjete anashkaluar, por të ndjehet e lumtur në familjen në të cilën kishte hyrë. Lumturia nuk zgjati shumë. Pas 1 viti martesë, pas 1 viti lumturi, pas 1 viti gëzim, ishte ora 3 mëngjesi që sot e kam orën më të tmerrshme në jetën time, kur telefoni ra në shtëpinë tonë dhe na erdhi lajmi që në një aksident me motor vllau jon kishte ndruar jetë. Shtëpinë tonë e përfshiu tmerri, e përfshiu dhimbja, ishte pa diskutueshme për ta përballuar, por është një realitet që ti nuk mund ta ndrosh. Prej asaj dite, jeta jonë ndryshoi 360 shkallë. Prindërit i kaploi depresioni, nuk e përballuan fare mirë këtë gjë, edhe ne vendosëm që nuses t'i lejonim që ajo të largohej, të shifte jetën e saj, se nuk kishte më arsye përse të vazhdonte në atë shtëpi, kur edhe nuk kishte asnjë trashëgimtar.
Ajo u largua, në atë moment u nda shumë mirë me ne. Ne vazhduam po ashtu me zemër të thyer. Jetonim si që jetojmë sot në kujtime edhe në ëndra. Pa u bërë akoma 3 muaj, një lajm tjetër tronditi familjen tonë. Njëherë nuk dëshironim që ta besojmë sepse na dukeshte si thash e them. Por më pas e besuam sepse e pam me sytë tanë. Djali i dajës tim fejoheshte po me këtë vajzë, duke e ditur të gjithë se ajo ka qenë nuse në familjen tonë. Ishte pabesueshme. Nuk kam fjalë që ta përshkruaj atë dhimbje të dyfisht që familja jonë përjetoi. Mami e thëriti me njëherë dajën në telefon për ta pyetur në qoftë se është e vërtet. Ai tha po, çuni i tij në Itali, ka hyrë në kontakte, është dashuruar dhe nuk munden që ta ndajnë. Prej asaj dite e kam një peng të madh në zemër. Ndoshta e shoh shumë shpesh vllaun tim në ëndër. Ndoshta më bëhet mua sepse ndihem e mërzitur. Por dua ta heq këtë të keq që kam në shpirt, sepse më është krijuar një padrejtësi e madhe që u bë vllau tim dhe sikur me qëllim e mbytën vllaun tim për t'u liruar vetë. Kam dyshime se vdekja e tij nuk erdhi rastësisht. Ndoshta atëherë besuam si të rastësishme, por tani jo. E pam vdekjen si një dramë të cilën ja bën vllau tim me kastile vetëm që të shpëtojnë. Një mikja ime më tregon që vajza në fjalë ka shkëmbyer edhe më herët mesazhe me djalin të cilin është fejuar sot, sepse unë realisht nuk dua që ta quaj familje. Dhe kjo është brenga më e madhe që kam në shpirt. Nuk e di se çfarë të bëj. Ta thras në telefon dhe ta përballoj, ta ndëgjoj se çfarë ka ndodhur dhe nëse është e vërtet pse ka bërë një gjë të tillë, apo ta lë që të shkon në jetën e saj, por mua nuk më mban barku për brenda, pa e pyetur dhe pa e qetësuar veten dhe familjen. Kjo ngjarje tashmë ka bërë 2 vite që ka ndodhur, ato vazhdojnë akoma të jenë të fejuar, por unë e kam në shpirt të keqin e madh sepse këtë vit, pikërisht në muajin korrik, ato do të bëjnë dasmën e tyre. Dhe i gjithë fisi është i ftuar në dasëm. Dua të marr mendimin tuaj, t'ja shkatroj dasmën dhe t'ja paguaj borxhin vllaut, apo thjesht t'i lë të qetë në jetën e tyre.